Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë një kërcënim me jetë përmes një emaili anonim. Lajmin e ka konfirmuar këshilltari për media i presidencës, Bekim Kupina, i cili tha se rasti është paraqitur menjëherë tek autoritetet kompetente për hetim. Në mesazhin e dërguar presidentes gjendet një përmbajtje e rëndë e gjuhë kërcënuese, e cila përbën një sulm të drejtë për drejtë ndaj jetës së saj. Teksti i mesazhit, i cili përmban fjalë të paqarta dhe gramatikisht të çrregullta, përfshin shprehje si: me të ranë prit dekt me të lanë partisë dytë, mundësin duhet deri tash kriminele antikushtetuese, ordinere, t'i ha ropt të vraj. Kjo gjuhë tregon qartësisht synimin për të frikësuar dhe kërcënuar presidenten e Kosovës. Deri më tani nuk ka informacione të mëtejshme lidhur me autorin ose autorët e këtij kërcënimi, por organet e rendit kanë nisur hetimet për të identifikuar burimin e mesazhit dhe për të garantuar sigurinë e presidentes Osmani. Institucionet e sigurisë në Kosovë po e trajtojnë rastin me prioritet të lartë, duke marrë masat e nevojshme për mbrojtjen e presidentes dhe familjes së saj. Kërcënimi ndaj zyrtarëve të lartë shtetëror konsiderohen si kërcënim serioz ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë kombëtare të vendit. Zyra e presidentes ka deklaruar se pavarësisht këtyre përpjekjeve për friksimin e saj, presidenti Osmani do të vazhdojë punën me vendosmëri në mbrojtje të interesit të qytetarëve dhe të kushtetutës së Kosovës.